Spari, në më thonë, për rastin e kuvendit, ka arrestim të aktivistëve, ka dënim në shkallë të parë, dhe pastaj rikthim në gjykim për shkak të mungesës provave nga apeli. Në më thonë që kjo është gjendja që tash. E tash është të vazhdu kjo gjyqi tjetër, nuk e di që ka me përfundu. Në më thonë me që ta me qartësu. Përsa i përket kësaj që ka ndodhë, që unë e mendoj që Spari, aludimi që ti me insinuata e ndikon procesin, ose për shembull që ky dekonstruktimi që po e dëgjoj, pra edhe nga Zebica sonte, e nga këta që po e kritikojnë këtë qasje, mu mas shumë të më përgjasën në një formë shumë të sofistikuar të cenimit së lirisë mendimit dhe pastaj shprehjes. Do me thonë, kur te ki ndikush që i ka levat e pushtetit në dorë, edhe thot, e dim na që ke dashti me thonë me këta, që kjo fjali është thelbi i qasjes diktatoriale ose autoritare që e qëshdush. Pra, besoj, Ramabaja ka ledzu palatin e ëndrave. Na e dim që ka me nënti, na bile e dim edhe që ka ëndrënti. Rjedhimisht të qesim në gjysh për që ka ëndrënti. Edhe dënojmë për që ka ëndrënti. Qes mund, nuk mundet me Jo, unë e siguroj që ta është fjallën. Fandir. Unë e siguroj fjallën. Dhe nëse jo, kur qka, fjallën e jirë. Në qëtë drejtim, unë e mendoj që njerëzit që mendojnë kështu, pra prej Fatën Pecit e deri te Ramabaja e Zebica, janë rrezikuesit më të mëdhenj demokracisë. Sepse e hati me plot drejt e thamë fillim, thamë, ndikimi i procesit zgjedhor bëhet në çdo mënyra. Ja me kërcënim, ja me dhunë, ja për shembull çespi pune, ja taloj këto, ose si komisioner që mundesh aty me e ridrejtu votën, me marr, me dëmtu, me bashkë, ato po. Që ky rrezikim bëhet i procesit zgjedhor pajtona plotësisht. Njeri që s'ka folë të në ditën hiç për këtë proces zgjedhor, siç është Visari Meri. Dhe ja ka nisë me folë në 7:30. Arson asnjë fjalë. Në 7:30. Qysh ka mujt unë me ndiku procesin zgjedhor. Pa folë hiç. Këtu thonë lirimi po thot pushteti, po thot për lirimin që ka si fuqishëm sa me status e ndryshon. E ndikon rezultatin. Visari Meri te ka halo më i fuqishëm se pa folë hiç pe ndikoj ka. Po, mas i Pa thonë asnjë fjalë pe ndikoj ka. Ja, për dëni mërë që ka jetë me nuk. Kush tha mërë për të? Nëse dhe se ju si përfasus vetë vendosës, ta shpjo drejtona që që ju me në qështu, po... Përfasus i kujt jeti? I kujt jeti? Përfasus i kujt? Unë, ja? Po. Unë i që ati Visari Merit gati që e këshin shti palitë, me mbjemën gjashu me muq. Unë jam të fosët për qata. Teatr me ba, unë jam të fosët për qata. Pa pëse, Allah pat penga. A, bërë me milion me full. I ta që me siguroj fjallën, klutëm. Jo, edhe fjallën të e më pëthëm. Për shamu të e the fjallën të nuk të hyva, apo me në që e majtu me tyja. Jo. Dhe, që e para, e dyta, aludimet me kas letësi që i kemi na. Që për shamu po mdo këtë që që shtë Ramabaja, tha, ju ka orë mare me kalzu që kanë vëtu për Fatën Pecin, ose yllës që tha, jënë tut me kalzu. Të e mizata aludime problematike, për mendim të. Unë për shamë me kësha pas lirina sigurin me folqështë. Sepse na po pretendojmë që pas ka një vend në Republikën e Kosovës, si që është Mitrovica e Jugut në këtë rast, në të cilin qytetarët nuk pas kanë liri me shprej votën e vetë. A disa keq që dhe nga kush po vjen, për shamë në këtë rast, që po thot ky për fat keq, se ky po thot që ashtu është, kjo është e vërtet, po vjen nga një mendje që përfason pushtetin absolut në nivel qendror që 5 vjet. Dhe më thonë që 5 vjet te ki qeverin dorë, e ki policin dorë, edhe ti mu po del mas 5 vjetë po më thu qërej. Është një vend Kosovë në të cilin njerëzit nuk guxojnë me folë. Kështë ka guxu me i që... Njerëzit nuk guxojnë me folë. Do me thonë dush më konë edhe i vendishëm që ka më thumë. Jo, lutë më s'ma ke qindrë këto. Jo që s'kom guxu, po, deli deformum rezultati, jo që zgudzoj unë e me i qu. Po, ata që zgudzojnë me folë. Jo, edhe... Apo me përfundu une, Ramabaja mund është me vla me najtë me prit. A mund është? E ke pa. Jo, si kryjtje për tashtë. A mund është me prit dhe sa të kryjt. Ta respektoj se unë Vishte sa të kryjt. Edhe pas taj thu që ka... Veç që s'kom po që zgudzojnë. Ta mbroj të drejtën që ti me thonë që atush, për dalim për teje. Që ki qef më najnë argoja. Ja. Unë insistoj që ti mos më të argoja. Edhe kur fol pa live, edhe kur shpif, unë insistoj që ti mos me fol pa live. Klutëm! Tash, pas ka një vend në Kosovë, në të cilin qytetarët nuk po guxoj kanë me deklaru për kanë ka votu. Ose pas ka një vend në Kosovë, në të cilin qytetarëve po ju ve ka marre me votu për Fatën Pecin. Që kjo është shumë interesant.
Pra pas kanë turp, me dalë me kallëzu që nga fëtu për fatën 5. Pse valla? Nëse i kanë marrë parat po. Pse do t'i ka marrë për votës për fatën 5? Ndoshta pse i ki marrë parat. Po që ata duhet më hetu kjo proces. Ndoshta pse e votu si LDK-s. Po që ata duhet më hetu kjo proces. Ndoshta pse e votu si PDK-s. Ka dosh pak mutut, mutut, se ti tha mutut. Ti tha mutut. Po a kjo tjetër gjë. Kjo tjetër gjë. Lema na replik pas anaj, se jetu e kesh përdor. Veç replikën ta japi mas zotrit. Mbas e atit. Ati. Edhe një herë, nëse unë e kam kesh kuptu ylli, shumë mirë është ylli me qartësu që ka thonë se unë e pas me kesh kuptu. E mu jo me kesh kuptu, absolutisht po. Mirë është me qartësu, se po shpresoj që edhe qytetarët nuk kanë kesh kuptu ashtu. E treta është që unë mendoj që